Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur këtë ëmbëlsirë në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Qëndroni me mua ta përgatisim së bashku. Në blender do shtojmë 2 vezë, 100 gram sheqer, 10 lule shtrydhe, të lara dhe të pastruara shumë mirë. Do vazhdoj me 30 ml vaj ulliri, 100 gram kos dhe do ta kalojmë për pak sekonda në blender. Mund ta përgatisni në blender, në mikser, në çfarëdo lloj mikseri që u gjendet në shtëpi. Nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi kemi përzier në blender për pak minuta, do shtojmë masën e miellit, rreth 200 gram miell, një pluhur fryrës dhe do vazhdojmë ta përziejmë edhe për pak sekonda përsëri në blender. Dhe kur të bëhet një masë e njëtrajtshme, e kemi gati. Tavën do ta lyejm me vaj. Unë kam përdorur këtë formën silikoni, e përdora për herë të parë në kek dhe në fakt mbeta shumë e kënaqur. Jo vetëm që kishte një formë fantastike në përfundim, por nuk ngjiste as pak. Kështu e vendosim masën në formë dhe e kam pjekur në 180 gradë për rreth 40-45 minuta në furrë të parangrohur. Dhe ky është rezultati. Shikoni pak se çfarë ngjyre të mirë që ka marrë. Heqi me një herë formën, shikoni pak as nuk ka ngjitur dhe pjekja është bërë në mënyrë perfekte. E lëm me një anë që të ftohet pak dhe do tresim 150 gram çokoladë e zezë. Mund të përdorni çokoladën tuaj të preferuar, por çokolada e zezë duke qenë që është më e shëndetshme, ne në familje e preferojmë më shumë. Do shtojmë edhe 50 ml qumësh dhe do ta tresim ose në furrë me mikrovalë ose në avull, si ta keni ju më të lehtë. Do ta përzijem vazhdimisht derisa të marrë këtë formën e një çokolade të tretur. Dhe pasi keku është ftohur pak, do ta shtojmë mbi të. Në familjen time e pëlqen shumë, unë e përdor me fruta të ndryshme, edhe me mollë, edhe me portokallë dhe bëhet shumë I mirë, por meqense kemi lule shtrydhe tashmë, e kam përdorur me lule shtrydhe, duke qenë që janë pjekur plotësisht dhe kanë atë aromën fantastike dhe shijon kaq shumë me një kafe të pasdites ose të mëngjesit, varet se si e preferoni ju. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndiqni. Dhe nëse kjo recetë ju pëlqeu, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë ju ftoj ta provojmë bashkë, siç e shihni, duket që është pambuk I butë dhe ju sugjeroj që ta provoni pasi ka një aromë fantastike. Bëhet vërtet shumë I mirë. Provojeni dhe shijojeni dhe mos harroni të lini përshtypjen tuaj në koment se si ju duk kjo recetë. Unë ju falenderoj për të gjithë mbështetjen tuaj, për të gjithë like dhe shpërndarjet e recetave të mia. Bashkë dëgjohemi në recetën e radhës.